Mbrëmjen e djeshme u komentua raporti i Jozit dhe Valbonës brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother VIP4. Një klip me disa nga momentet e tyre brenda shtëpisë u transmetua mbrëmjen e djeshme. Jozi i kishte treguar Gertës se kanë qenë të lidhur para 2 vitesh e gjysmë dhe se lidhja e tyre ka zgjatur 8 muaj. Ndërkohë që Ola ishte shprehur në dhomën e rrëfimit se Jozi i kishte syk te Valbona, as te Loredana dhe as te ajo. Unë me shokët e mi nuk levatohemi në atë lloj mënyre. Janë gjëra të dukshme, i sheh gjithë shtëpia. Sidomos unë, tha Ola. Mua më ka thënë Valbona që i kemi bërë një shaka Gertës bashkë me Jozin, madje e kemi rrëfyer këtë gjë që do i themi që kemi qenë të lidhur bashkë, tha Laerti. Ndërkohë që Valbona e mohoi këtë gjë deri në momentin e dytë kur një tjetër klip u transmetua dhe u zbulua se kjo ishte e gjitha një lojë e Valbonës dhe Jozit. Por pavarësisht të gjithave, opinionistja Neda Balluku tha se mendoj që mashkulli ideal i Valbonës është mendja e Laertit me trupin e Jozit.